E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi fenomenin Mimoza Ahmeti. Po përflitet shumë në fakt mbi të, po përflitet shumë për jetën e saj, por edhe po përflitet për marrëdhënien që Mimoza ka me Tjatin. Mimoza brenda në ferm ka treguar që për bashkëshortin e saj, me të cilin jeton, i cili vuan nga një sklerozë shumë e rëndë, i duhet një shumë e konsiderueshme për ta shëruar partnerin e jetës. Do të thënë tani nuk ka 100%, do të thënë të vulosur mbi fletë të bardhë që mund të shërohet, por i duhet një lloj shtyse për ta shëruar partnerin dhe siç duket hyrja e saj në ferma VIP përpos spektaklit që dhuron është edhe një mundësi për të rregulluar jetën e saj. Por për të gjitha hallet që Mimoza ka, do me thënë është një njeri me shumë halle dhe sinqerisht unë e përgëzoj për atë guximin që ka për të treguar komplet këtë hallin e saj, për të treguar komplet këtë rrugtimin e saj, për të treguar komplet të vlerën e saj. Unë mendoj që Mimoza ka një hall më të madh, një hall që në fakt është duke shprehur pothuajse çdo natë cepave të fermës me të gjithë banorët. Ajo flet me shumë nostalgji, por menjëherët edhe me shumë krenari për familjen e saj. Flet për të Jatin, flet për të Jëmën, të cilën nuk e ka gjallë, flet për Ethin, flet për njerëzit afër, do të thënë flet për ato të cilët Mimozës i kanë dhënë dashurinë, Mimozës i kanë dhënë mbështetjen. Por dëshira që ajo ka treguar dhe vazhdon ta tregon është fakti që Mimoza dëshiron që ta takojë të Jatin e saj, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i Mimozës nuk është në Shqipëri, ai ka shkuar të jetojë tek djali i tij në USA. Arsyet nuk dihen, po do të thënë jeton atje. Mimoza nënën nuk e ka takuar dot sepse në momentin kur i ka vdekur e Jëma, gjatë kohës kur Mimoza ka shkuar në ambasadë për të kërkuar vizën që të jetë pjesëmarrëse në varim të nënës, ambasada i ka thënë që nuk është diçka me vlerë vdekja, do të thënë amerikanët nuk e marrin si diçka wow vdekjen. Dhe kështu që Mimoza nuk ka mundur dot që të jep lamtumirën e fundit nënës së saj, të cilën e kanë varrosur në Amerikë. Por, sepse normalisht, për ta sjellur në Shqipëri duhet shumë lek, do me thënë edhe vllau i Mimozës sigurisht ka ndonjë gjendje pak më të rënduar financiare dhe kanë vendosur që ta varrosin atje. Por, nga informacionet që kam unë, do me thënë, Mimoza gjatë fermës, gjatë qëndrimit të saj në fermë, sepse jemi akoma në gjysëm, do të merë një surprizë të bukur. Do të merë një surprizë që Mimozës do t'ja ndryshoj krejtësisht jetën. Edhe pse babai i saj është i thyer në moshë, Mimoza do ketë fatin edhe shansin ta takoj babain e saj pikërisht këtë vit. Do me thënë këtë do t'ja bën këtë rrugtim, do t'ja paguan produksioni i Ferma VIP, sponsorat gjigant që janë, të cilët do të japin një mundësi për Mimozën për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të takuar Mimoza babain e saj. Tani, si mendoni ju që Mimoza do ta pretë së shpejti këtë surprizë? Unë e di që do të emocionohet shumë, ajo ka folë me shumë nostalgji për babain dhe jam i lumtur që ekzistojnë njerëz në këtë botë me shpirt kaq human që ditë të bëjnë vepra të bukura dhe t'u ndryshojnë jetën këtyre njerëzve.